Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për të folur për çiftin e parë zyrtar, le t'i themi, të shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Edi Kuçi dhe Dolce Vita dhe Dolcia. Edi dhe Dolcia zyrtarisht tashmë janë çifti i parë në shtëpinë e Big Brotherit. Që nga momenti i puthjes së zjarrt, që nga momenti i përqafimeve, i ledhatimeve, vërshuan komentet në rrjetet sociale. Ka patur domethënë komente të tmerrshme, komente të mëdha, komente gjigande. E para njëherë shumicës nuk i besohet që Edi dhe Dolce mund të kenë ndërtuar një lidhje dashurie. Domethënë shumica mendojnë që Edi dhe Dolce këtë gjën mund ta përdorin për klikime, mund ta përdorin për interesin e tyre, por në realitet marrëdhënia e tyre po bëhet shumë e afërt dhe ato po jetojnë emocione dhe shumë dashuri. Ka pro dhe kundër. Unë në fakt nuk më duket e çuditshme që një çift të lidhet në Big Brother për një afat kohor kaq, sepse le ta themi në thelb janë 2 javë dhe për 2 javë njeriu ka të mundësinë që të krijojë emocione, ka të mundësinë që të krijojë një lloj afrimiteti, pëlqyeshmëri. Ne nuk i prekim gjërat me dorë dhe nuk i shohim gjërat me dorë siç i shohin banorët brenda shtëpisë së Big Brotherit. Unë shoh një lloj serioziteti tek Edi, edhe pse Edi këtë e kishte në fillim si strategji, nga që në ditën e parë kur ka hyrë në Big Brother, ai i vuri qëllimin që unë të krijoj një lidhje dashurie dhe ai shkonte gocë në gocë, por Dolce ishte ajo e cila më së shumë tjetër hoqi dhe Dolce ishte ajo e cila më shpejt u afrua tek Edi, sepse ndoshta edhe Dolce ka patur po të njëjtën strategji që me një lidhje dashurie unë mund të arrijë sa më afër finales, le të mos themi që në finale, por shoh edhe një lloj serioziteti, një lloj kënaqësie tek të di. Tani Edi tha unë jam i fliçët në dashuri, nga forma e puthjeve që po shoh, nga mënyra se si e puthen, domethënë është një puthje që mua ma heqën trurin fare dhe këtu unë pres se ç'a do të shoh në të ardhmen në këtë Big Brother, po mendoj që dëshira e Zhakut po realizohet, në qoftë se Zhaku kërkonte seks në Big Brother VIP Albania, këtë gjë siç duket po e shijon në Big Brother VIP Kosova. Sonte do ta prekim çiftin zyrtar, ato do të flasin për marrëdhënien e tyre, do të flasin për lidhjen e tyre, ka një lloj pëlqyeshmërie, unë vetëm ju them ju qoftë mbar, edhe le të shohim emocione të bukura në këtë mes.